Kështu kënduan të parët tanë. Në Shqipëri edhe djeli lind nga Perëndimi, tha rilinda si tanë. Shqipëria në Perëndim e ka zanafillën nga shpata e Skënderbeut, për të shkuar të rilindja kombëtare ku u ngjis si ide, dhe kur u kthyen në merit në luftën e dytë botërore, kur shqiptarët u rreshtuan në krahun e dur të historisë. Pastaj e humbëm rrugën për gjysmë shekulli dhe klithëm nga thellësia e vetdijes kombëtare në këtë shesh në dhjetor të 90-s, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. 35 vite ecëm, u rëzuam, u ngritëm. Ne shqiptarët, ne socialistët, ndërtuam, disa të tjerë pas ne shprishën. Dhe pastaj ne gjetëm një timonier. 12 vjetë më parë, timoni Shqipërisë e mori Edi Rama. Punuam në çdo cep të Shqipërisë për t'i dhënë fytyrë europiane. Dhe arritëm në ditën e sotme. Sot është dita për t'i dhënë vullën ëndrës së rilindjes kombëtare për Shqipërinë europiane, sepse ne jemi Europa. Shqipëria është Europa. Shqiptarët janë europian. Në Korçë, në Pogradec, në Maliq, në Devol, në Pustec, në Kolonjë, kemi punuar krahas shqiptarëve në gjithë Shqipërinë për të ardhur kjo ditë. Dhe sot ne jemi në një fushat që nuk është e Partisë Socialiste vetëm. Ndaj sot gjithë Shqipëria shikon flamujt kombëtar, jo flamujt e partive. Ndaj sot, nga zemra e Shqipërisë, nga zemra e shqiptarëve, të shqiptarëve në Shqipëri dhe në diasporë, ne brorasim dhe i ftojmë të gjithë, pa dallim, për te kufirit partive politike, për Shqipërinë europiane. 11 maj është vula e Shqipërisë europiane me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Dhe me qenë se me Edi Ramën dhe vetëm Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, ne mund të japim finishit vulën e antarësisë, pasaportën europiane. Këto zgjedhje janë dhe të Partisë Socialiste, janë të Partisë Socialiste, janë të Shqipërisë, janë të shqiptarëve me Edi Ramën. Fitore, fitore, fitore. Ne do sjellim 7 mandate nga Korça për fitoren e Partisë Socialiste. Fitore!